Flasim për presidentin e entitetit të Republikës Serbe Milorad Dodik, I cili është drejtuar publikut pasi takimit të koalicionit qeverisës në Republikën Serbe, duke bërë një sër deklaratash fyese të cilat kanë shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik vendor dhe atë rajonal. Gjatë fjalimit Dodik deklaroi se Bosnia dhe Hercegovina po shpërbëhet dhe se gjurma e saj kundërmon nga çnjerëzia. Ai hedhi poshtë në disa raste legitimitetin e përfaqësuesit të lartë Kristian Schmidt, duke quajtur jo legjitim dhe pretendoi se myslimanët, siç i quan ai bosnjakët, I pranojnë vendimet e tij dhe shpresojnë në pjesën e dytë të lojës. Gjatë këtij fjalimi pati edhe thirrje të drejtë për drejta kundër bosnjakëve që të kthehen në fenë ortodokse, duke pretenduar se Bosnia dhe Hercegovina në atë rast do të ishin kryesisht serbe dhe se vetëm e tillë mund të ekzistojë. Dhe para se të kalojmë tek pjesa e marketingu, do të shkojmë tani në Londër.